Nuk mendoja kur se një ditë do vinte që ne të përballeshim Shqipëri me një diktaturë të tillë. Dhe vështirësia jonë është e madhe, sepse ky lloj regjimi nuk është njohur në Europë. Në Europë të flasësh për diktaturë komuniste, diktaturë naziste, po edhe teokratike. Ka një memorie të saj Europa. Po Europa nuk ka asgjë të regjistruar për diktaturat e bandave, e drogës. Diktatori i Tiranës, i cili nuk do të harrojmë kur ta themi, është pasardhës direkt i një xhelati të diktaturës komuniste, që firmosi krahas firmës Ramizalis për të varë në litar një poet mendjendritur, një poet të jashtëzakonshëm siç ishte Avzenela. Ne kemi një diktator i cili jashtë Shqipërie paraqitet herë si hokatar, me atletët bardha, paraqet zhgarravina, flet për sport, kurse brenda ai nuk respekton as një ligj, as kushtetut. Përdor prokurorinë politike si armë në duart e tij. Por prap ta djem dhe vajza dhe ne së bashku kemi zgjedhur të luftojmë, kemi zgjedhur të qëndrojmë në këto të vërteta, sepse këto janë të vërtetat më të hidhura që kanë përjetuar shqiptarë, po janë të vërtetat të hidhura edhe për Europën. Potencialet e mëdha që ekzistojnë për Partinë Demokratike, domosdoshmërinë e një oditi të tipit Elon Musk në mënyrë që t'u kthehen paratë shqiptarëve dhe Shqipërisë. Kjo reformë e George Sorosit i la shqiptarët, ju privoi qytetarëve shqiptarë të vetëve në Europë të drejtën e një procesi ligjor të ndershëm. Nuk ka proces ligjor të ndershëm qofse ti pret 15 vite për të marrë vendimin. Nuk ekziston. Reforma e drejtësisë e bën ata që shkruajtën Kushtetutën e 74-s. Janë pjesë e trurit të reformës. Janë Sorosjan më të thekur të rajonit dhe të Tiranës.